Olsa Mohameti flet për gjestin dhe kalimin e tij në Big Brother VIP Albania. Producentja e Big Brother VIP Kosova 3, Olsa Mohameti, ka komentuar largimin e gjestit nga ky format dhe kalimin e tij në Big Brother VIP Albania. Gjatë një interviste, ajo u shpreh se nuk e priste që Top Channel do të merrte një personazh të krijuar nga Big Brother VIP Kosova. Nuk e prisja që Top Channel do ta merrte, nuk e mendova kurrë që Topi do të merrte personazh nga ne. Kjo tregon që pas kemi bërë një punë të mirë. Gjesti nuk e hoqëm ne, po e hoq publiku. Mund ta pengonim, por nuk e bëm. Me kontrat nuk mund të largohej, ne e lejuam, tha ajo. Olsa Mohameti tregoi se gjesti erdhi në Big Brother VIP Kosova pas disa problemeve personale dhe se produksioni e ndihmoi të adaptohej në format. Gjesti duhet të ndryshonte. Një personazh i të riformatohet, i duhet ndihmë profesionale. Gjesti erdhi si një personazh i shkputur nga problemet e veta të rehabilitimit. E morëm ne, ja dham dorën dhe e futëm në Big Brother. U lut shumë, edhe neve na pëlqeu, shtoi ajo. Producentja gjithashtu dha mendimin e saj për qëndrimin e Gjestit në Big Brother VIP Albania, duke theksuar se ai ka ndjekur të njëjtën lojë si në Kosovë. Ne mësuam të bënte këtë lojë që po e bën edhe aty ku është dhe mendoj që Gjesti duhet të ndihmohet nga produksioni për të ngritur më lart, tha ajo. Sa i përket shanseve të tij për të fituar Big Brother VIP Albania, Mohameti u shpreh skeptike. Topit i ka rënë një gjysmë bombe në dorë. Nëse do isha unë në produksion dhe do më kishte rënë Gjesti kështu, unë do e nxirja Gjesti me dojë mos fitues, sepse unë kam publikun e Kosovës, sepse kam Gjestin që mund t'i kem bërë kontrakt premtuar ete. Por kupton se Gjesti s'mund ta fitojë dot Big Brother VIP Albania për shumë arsye. Ajo shtoi se Gjesti nuk ka një mbështetje të madhe votash nga publiku i gjerë, por më shumë një bazë fansash të rinj. Mund të ketë një bazë fansash adoleshentësh, por edhe ata nuk janë agresiv. Kjo është logjika që ndjek produksioni, por jam e bindur që edhe produksioni i Shqipërisë ndjek mesazhet votimin, sepse nuk ta lejon kompania më. Në përfundim, sipas publikut, Gjesti u sakrifikua nga Big Brother VIP Kosova në favor të Drilonit, i cili u shpall fituesi i këtij edicioni. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!